Banorët e xhenetit o musliman, sa herë të provojnë një ushqim, kur të provojnë thot, këto kena provu ma herët në dunja, ose ma herët prej ditëve të xhenetit, i duket e ngjajshme me ato që ka hangër, shijon e ka kaj tjetër. Gotat kur ju japën me aq sa kanë nevojë, jo sikur në dunja kur e lypni gotë ujë, t'jepet plot, ati ki nevojë për pak. Në xhenne t'jepet aq sa ti ki nevojë. Të hangrit e xhenetit nuk është qysh ham na 2 herë 3, jo, pa ndërprej. Banorët e xhenetit janë gjithmonë duke shiju të mirat e xhenetit. Nuk ka ndërprerje në mes të mirave të xhenetit. Krejt që ki hapësirë tanë në xhenne nuk guxon me të mshef. A ke pa në dunja, ti e ki kit shpinë këto, o borën e ki këto. Kur jem rana nuk e shea borën tanë. Ki qef me konë del jashtë. Kur del jashtë ki qef me arë mrana, se nuk peshe shpinë. Në gjenne e shijon krejt që ki për menherë, nuk guxon me të mshef prej synit tanë kur gjarë. Prej shpis tane she jashtë, prej jashtë she shpin tane. Krejt që ki prej venet në gjenne e shijon menherë. Lumet e gjenetit, paramendu lum për qumshti, veç paramendu qysh doket. Jo me provu, veç me pa paramendu qysh doket, e lere më kur të provajsh. Tash paramendu lum prej mjaltës. Paramendu qysh ka mundësi mund doktaj. Veç të paramendu me qysh doket, është me të arqet trupin. Veç me paramendu valët e tina, lum prej alkoholit, paramendu qysh ka mundësi mund doktaj. Allahu Azza wa Jalla na mësof me i pa, me shiu këta lumej. Shka thonë Rasulullah a.s. Një pëmë e gjenetit, kaluar si ma i shpejt i dënjas, hijes të asoj pëmë, parën me i kalu prej kësaj anë në këtë anë, 100 vjetë, kaluar si ma i shpejt. Paramendu qysh ka mundësi më do këta e pëmë. Në gjenne nuk ka, e ke pa qysh ka në dënja, ka dit që është me djelë, mirë po të pengon djeli. Shamëll që këtë besimtarët e kanë propu, e ke pa ku shkresh në qabe, e ke pa qëfar knesie, e ke pa djeli që është djeli, dita shumë e mirë, djeli të pengon. Në qabe, tu hinë qabe të pengon djeli shumë, kretë muslimani ndodhë kja. Për që ata mos e zini për të madhe nëse i në gjetë dikush syzat mrena kofive qabes, për shkak se pengon dili. Me qka përdu me thonë, në gjenne është dritë, po nuk pengon drita. Pas nuk është terë që me të pengu terë, është taman, sa është e kajshme, e pranushme për sytë e njerëzve, në gjenetet e Allahu Azza wa Jalla. Për që ta ka thonë Allahu Azza wa Jalla, o fi dhalike, falyatanaffasil mutanafisun. Po këta, le të bëjnë gara ata që dojnë me bë gara. Paramendu njeri fundit që hinë gjennet o musliman, njeri fundit. Ka thonë Muhamedi a.s. Kur të hinë njeri fundit në gjennet, për thëmë hadithin shkort, ka me thonë mërzdonë diçka që si anë kërkojna. Ka me pas, sa 10 herë ka pas një mret i dunjas. Ka me dhanë Allahu Azza wa Jalla për mirësive shumë dhaja. Kur ka një këto fjalë Musa a.s. Musa a.s. ka thonë ja Rabbal Alamin, nëse kjo është pozita e fundit e gjenetit, e njerit fundit që ka me hinë gjennet. Qysh është pozita atyne që janë shkallëtarta gjenetit. Ka thonë Allahu Azza wa Jalla, ata janë Musa a.s. Ata janë që të mirat e tyne i kumë në rejgjë vetët Allahu Azza wa Jalla. Ata kanë me pas, ata që ka syni se ka pa, as veshi se ka dëgju, edhe me madhe se kjo, as zemrës kur nuk i ka shku, menja që shtojnë, veç menja me shku, me dash, s'ke dit as me paramendu ata, që kanë me pas ata, gjenetet e Allahu Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla na baft për atyne që shijojnë mirat e gjenetit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin që Allahu Azza wa Jalla këtë dunja e kalan përkashme. Elusëm Allahun Azza wa Jalla që përfundimi jonë i kretë muslimanve me kanë gjenetet e Allahu Azza wa Jalla e me shiu knasit e gjenetit, ato që ka synin se ka pa, ato që ka veshë se ka dëgju, edhe ajo që korë si ka shku menja njerëzve. Thonë Allahu Azza wa Jalla, seri'u, prapani gjenetet e Allahu Azza wa Jalla, tokat e cilit është sa toka e qijet. Lusëm Allahun Azza wa Jalla në bo për banarve gjenetit.